Ditët e fundit është ngritur kantieri i ndërtimit dhe ka nisur puna në pedonalen e Molos dhe në lulishten e shëtitores në hyrje të qytetit të Shkodrës për zbatimin e projektit të rikualifikimit urban. Jo vetëm në pedonalen e Molos, por punohet në gjithë hapësirën e kësaj zone, si për pastrimin e inerteve nga ndërtesat e shembura, ashtu edhe për sheshimin e territorit, të rrethuar nga të gjitha anët me rrjetën dhe tabelat paralajmëruese, konform kushteve të sigurimit teknik. Rikualifikimi i hyrjes së qytetit të Shkodrës është ndarë në dy pjesë sa i përket kompanive të ndërtimit. Njëra kompani fillon tek ura e re e Bunës dhe lidhet me molon e re, ndërsa e dyta, ku janë bërë dhe filmimet për këtë kronik, fillon nga ura e vjetër e Bunës dhe vazhdon deri në afërsi të rrethrotullimit të bypassit. Për këtë pjesë financohen 479 milion e 154.325 lekë të reja nga qeveria nëpërmjet fondit të zhvillimit dhe përfituese është Bashkia Shkodër. Fillimi të punimeve për zbatimin e këtij projekti parapriu shembja 21 ndërtimeve që ishin ngritur gjatë 3 dekadave të fundit në gjithë të hapësirë deri tek ura e re e Bunës dhe më pas pastrimi i inerteve të tyre, proces që vazhdon edhe sot, ku sidomos në afërsi të kalas Rozafa ka ende shumë për të pastruar, por këto nuk e kanë penguar fillimin e punimeve.